Kisha rreth 2-3 muaj që e përgatita vetën shumë psiqikisht. Filloj kemo më bo blur, filloj kisha me një vetën keq shumë. Elementin kryesor cilin e kena tjetës oksigjenin, nuk e ki. Luftejsha, po nuk më isha se është kejt program tjetër kur ti vendos me shku pa oksigjen, se mund është me shku, po kuptohet që du të me shpenzu 2-3 fishin e kohës që ku më shpenzune në lartësi, kryesisht në për Himalaja tash, në për bjeshtë ndryshme. Unë nuk e kom bo atë përgatitje, unë e kom bo përgatitjen që prej 6.700 metra me pas oksigjen, edhe kuptohet që në 8.800 metra kur ku mbet pa oksigjen, shumë luftë e madhe, tepër edhe kum kajt shumë, kum luftejsha, uqejsha, po filloj kemo më bo blur, filloj kisha me një vetën keq shumë. A ka pas ndonjë moment ku ju keni mendu me u kthy mrapa dhe komplet me lëshu ekspeditin, me thonë jo, s'është për mu që kjo, po kthejna mrapa? Asnjë moment se kom pas për më kthy, se është diçka që përgatitesh shumë. Unë i kisha veç 4 vjetë në përmalje, pa ndërprej, çdo dile. Kisha 14 muaj ushtrime, kisha rreth 2-3 muaj që e përgatita vetën shumë psiqikisht, kur thamë se njerëzit më kanë pyet shpesh çysh përgatitesh psiqikisht. E merr një temë, shkon mal, rrim vet, pak fol me veten tonë, e përgatit çka kam me të prit, ç'mallesh pak a shumë edhe me familjar, shpenzon kohë me ta, lën testament, në shumë kontroll vdekjes, betonohesh në të në aspektet, që kjo është copa që njëri e krijon edhe betonohesh, ose me thonë, përgatitesh shumë psiqikisht për qatë sfidë. So ka qenë frimarja një e rëndësishme, edhe e dyta, qysh e ke përdor frimarjen të në momente kur je në rrezikun më të madh? Frimarja edhe oksigjeni, me thonë, është primar komplet udhëtimi. Se elementin kryesor cilin e kena tjetës oksigjenin, nuk e ki. E ki ndosë shumë të vogël. Edhe gjithçka është përgatitje me frimarje. By the way, kom pas me thirë ty e din, të kom shkru, kena lon ta kem, po shumë, e lash shumë për fund, shumë keq. Kështu që po foli shumë drejt për frimarje, jem konsultu me ChatGPT-n, edhe kom lyp përkrahje qysh me menaxhu çdo pjesë. Frimarje më ka ndihmu shumë edhe kur para ekspeditës, se fatkeqësisht jam smoker, edhe më ka dasht me lon duhanin, atëherë me frimarje edhe e kom menaxhu çdo krizat e duhanit, që e bëjsha qatë trekandshin edhe shpesh herë katrorin, po në trekands ma shumë kum nejt, ku rreth 4 sekunda merrsha frym, 4 sekunda e majsha mrena, 6 sekunda e lirojsha. Edhe që kjo më ka ndihmu edhe në pjesë parë për me ikse, dhe 2 muaj ditë më ka dasht me ndalë prej duhanin për me bo majën. Atëherë shumë më ka ndihmu. Masnena kom fillu me secilin krizë tem me adaptu ose me përdor teknikën e trekandshit, që shumë më ka ndihmu tepër, edhe në krizat e mia mendore, edhe në krizat e mia kur më ngojki familja, edhe në krizat e mia kur lodhsha shumë, edhe kur dilke një majë ose një ngjitje, edhe në çdo aspekt shumë e kom përdor trekandshin, shumë më ka ndihmu. Veç isha të qetësu vetëm.